Për 8 dekada me radhë, Vespa ka qenë shumë më tepër se sa një motor. E lindur në Itali pas luftës së dytë botërore, ajo u shndrua në një ikonë të stilit, lirisë dhe kulturës urbane, duke fituar zemrat e miliona njerëzve anë mban botës. Këtë histori të veçantë e festuan edhe Ventor Motors dhe Automita, me një mbrëmje të organizuar në shënim të 80 vjetorit të Vespas. Në një atmosferë të mbushur me stil, miqësi dhe nostalgji, 10 motoristë dhe adhurues të këtij brendi legjendar u mblodhën për të nderuar rrugëtimin e tij ndër vite. Atmosfera u karakterizua nga kujtime të shumta miqësi dhe pasion për Vespan, e cila prej 80 vitesh vazhdon të mbetet simboli i elegancës dhe lëvizjes urbane. Drejtori ekzekutiv i Automitës, Zgjemita, foli për rëndësinë e këtij jubileu, duke vënë në pa historinë, traditën dhe ndikimin që Vespa ka lënë ndër breza, si një simbol që vazhdon të frymëzojë edhe sot. Vespa ka filluar si mjet udhëtimi, sot Vespa është ikonë. Ti mundesh me pas një mjet udhëtimi që është një motor, një skuter, edhe mundesh me pas një Vespa. Dallon. Vespa ikonë është status për shkak të krejt që ka bërë në këto 80 vite. E ka filluar si një mjet i vogël udhëtimi për familje mas luftës së dytë botërore, dhe sot nëse ki Vespa ti je vespist ose vespiste dhe je e veçantë. Kështu që për Vespën pak mundem me fol, po Vespa fol vetë për këtë ata që sot e vëzitin në qytet. Dashuria që komuniteti i Prishtinës dhe i Kosovës e ka për Vespën, te i kalon ato që mujt edhe me imagjinu. Unë sot jam krenar që i përfaqësoj një grup të reja të cilët kanë një dashuri të veçantë për Vespën, bojnë mira kilometra prej këtu deri në Itali, për shkak të dashurisë edhe memorieve që ata i krijojnë me Vespa. Në kuadër të festimeve për 80 vjetorin, para të pranishmeve u prezantua edhe modeli më i ri i Vespas, i lansuar posaçërisht për këtë jubilej të rëndësishëm. Për rëndësinë e këtij përvjetori foli edhe Ron Gashi, asistent i shitjes në Ventor Motors, Automita. Ai bëri të ditur se klientët do të kenë mundësi të përfitojnë zbritje në modelin e ri, ndërsa njëri prej tyre do të ketë fatin të fitojë një model ekskluziv i cili prodhohet vetëm gjatë këtij viti jubilar. Sot jena mbledh për 80 vjetorin e Vespës, që e ka domethënë po ashtu edhe modelin e ri që kena me prezantu për këtë ditë. Te Vespa që 80 vjet është ikonë e rrugëve në krejt shtetet e Evropës, po ashtu ka filluar së fundmi mu bo ikonë e rrugëve edhe në rrugët e Kosovës. Pjesëmarrësit që janë këtu sot pjesëmarrë, ka mundë me përfitu ata, sepse i bon paka shumë dhe katalogat që keni përshtu, që keni lënë në tavolina, çka ofron kjo aktivitet për ta? Pjesëmarrës përfitojnë zbritje të veçantë që ka te Vespa për 80 vjetorin, po ashtu për motor e përfitojnë një edicion special që ka më prodhu vetëm si vjetë. Do me thonë, këtë edicion nuk shihet më në tjera vite, është 80 vjetori i Vespës, është edicione që Vespa ka prodhu ma të bukur, më me thonë, mënyrën ma klasike të mundshme. Pjesë e kësaj ngjarjeje ishte edhe ambasadori italian në Kosovë, Maurizio Antonini, i cili ndau me të pranishmit kujtime personale nga koha kur edhe vet ishte pronari disa modeleve Vespa. Ai e vlerësoi këtë organizim si një urlidhëse mes kulturës italiane dhe komunitetit të dashamirëve të Vespas në Kosovë. I've been riding a Vespa for most of my life. Në fakt, kam pasur Vespa për një periudhë të gjatë të jetës time. Kam pasur 4 Vespa dhe jam i dashuruar pas tyre, e adhuroj këtë brand dhe do të dëshiroja shumë t'i blija vetës edhe një tjetër. Është një brand ikonik dhe i veçantë. Vitin e kaluar pa të mundësinë të marrim pjesë në aktivitetet e organizuara për ditëlindjen e Vespas dhe edhe këtë vit po e festojmë në të njëjtën frymë. National Day celebration. Në mesin e pjesëmarrësve ishte edhe një motoriste e re, e cila dëshmoi se dashuria për Vespan nuk një moshë dhe as gjini, duke e bërë këtë komunitet gjithnjë e më të larmishëm dhe më të bashkuar. Mas pari jam shumë e lumtur që kam mundësinë marrë në këtë event dhe që organizoj këtë event. Është shumë e rëndësishëm për neve veç me mujt me diskutu me motoristat tjerë, me fol pasionin tonë dhe veç me socializu. Inshallah shpresoj që këto evente ndodhin shumë më shpesh dhe kemi mundësi me diskutu shumë më shumë. Është tepër e rëndësishme se diçka që ka qenë modë në kohën e kaluar është u rikthyer dhe jemi të përdorur për ditëshmëri. Është diçka që në përditshmërinë tonë, kështu që është tepër e rëndësishme. Plus diçka si Vespa që është ikonike dhe e bukur old-timer dhe me Vespa nuk harrohet. E ka kohën e vet, nuk e ka kohën e vet, në fakt. Është për gjithmonë, për çdo kohë.
Mes modeleve klasike dhe atyre më të reja, mes kujtimeve të së kaluarës dhe vizionit për të ardhmen, 80 vjetori i Vespas u shënua në një atmosferë festive dhe plot emocione. Edhe pas 8 dekadash, Vespa vazhdon të mbetet simboli elegancës, lirisë dhe pasionit për rrugëtimin. Një mbrëmje që dëshmoj se Vespa nuk është thjesht një mjet transporti, por një mënyrë jetese që vazhdon të bashkojë njerëz, pasione dhe histori në çdo rrugëtim të saj.